Në Pallatin e Kulturës në Lezhë u dha premier shfaqja teatrale Modus Operandi, e shkruar dhe vënë në skenë nga dramaturgu dhe regjizori Vladimir Doda, i cili merr pjesë edhe si aktor në shfaqje, së bashku me Loredana Xheçin, Alessio Axhakun edhe Gledia Toma. Do të thoshim në stilin e Kusturicës dhe Simonio në performancën ose Pjesa është ndërtuar mbi intervistime të personazheve të ndryshme, kryesisht zejtar, duke ndërthurur elemente të humorit dhe realitetit të përditshëm. Publiku e ka pritur me shumë entuziazëm shfaqjen, e cila solli në skenë një pasqyrim të jetës së përditshme, shpesh me nota komike. Është një shfaqje që bazohet në një kërkim prej rreth një muaji e gjysmë intervista me mbi 40 njerëz të persona të territorit, kryesisht Lezhë, Kurbin dhe disa në Tiranë, sepse kemi ndjerë nevojën të shkojmë edhe atje. Dhe ka pas në qendër rolin e punës, puna në shoqëri. Pastaj një përqindje e madhe, një përqindje, domethënë, jo e madhe, por jemi 40% kanë qenë edhe kemi tentuar të përshkojmë, domethënë, në rastet të punëve që janë në zhdukje, gjithmonë më tepër, si domethënë. Dhe edhe sepse kontrastojnë pak edhe të ritmet e shpejta që kërkon teknologjia, kohët e sotme që kanë nevojë për një ekonomi gjithmonë në zhvillim. Ne i kemi dramatizuar, domethënë kam dramatizuar këto rrëfime, mënyra se si vinë është gjithmonë e parashikueshme edhe për mua, dhe nëse do ta ribëja pas 6 muajsh del një punë komplet tjetër. Besoj dinitoze, njerëzve u ka pëlqy, edhe shpresoj të shkojmë në 2 reprizat e tjera që kemi në Tiranë në Rreshën, dhe shpresojmë ta japim prapë, sepse flet edhe për kushtet e vështira të vetë artistëve të rinj. Vetë me, që jam relativisht i ri tani, apo të kolegës tjetër edhe tjerë, dhe të skenës pavarur, si mund ta quajmë, apo të artit në Shqipëri. Për aktoren Loredana Xheçi ishte hera e parë që interpretonte në Lezhë. Ajo thotë se përvoja ishte e veçantë dhe publiku i mirëpriti në një shfaqje ndryshe që flet për aktualitetin. Jam shumë e lumtur, shumë e nderuar që kam qenë në këtë qytet të mrekullueshëm, është hera e parë që gjendem këtu. Ndihem shumë e lumtur, mendoj që publiku ka reaguar shumë mirë për shfaqjen, e ka kuptuar. Ndoshta ne paragjykojmë atë, po ai është më gati se ç'mendojmë ne për gjëra të reja, për një teatr i cili flet për jetën, edhe bën edhe të reflektoj, edhe që t'i prek ata edhe t'i përfaqësoj, mendoj. Pas Lezhës, Modus Operandi do të shfaqet edhe në Mirdit dhe Tiranë, duke ofruar për publikun një vepër krejt ndryshe dhe shumë aktuale për realitetin shqiptar.